Reality show Big Brother, që në Shqipëri ka filluar të praktikohet që 8 vite, është një nga showt më të komentuar për shkak të sjelljes së banorëve. Banorët e eksituar nga njëri tjetri duket se kanë harruar se ndiqen nga miliona shikues dhe kanë përjetuar çaste intime mes vete të shoqëruara me rënkime. Ata kanë thyer tabut pas janë shqiptarët e parë që kanë bërë sex live, duke fshehur vetëm pjesët intime.